më i madh i Kuranit, suratul Bekar. Dhe fillon me një ajet paksa të çuditshme. Apo baza e jetës. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Këto tre shkronja janë interesante, janë sekrete, janë të mshirta, disa kanë folë për të, ama ne sa kemi po pasonde. Dhalike l-kitabu la rejbe fihi. Ta dini se në këtë libër është pa dyshim i Allahu. Nuk ka dyshim në këtë libër. Pa mësoj që jetë zonë, pa ti, pa u bin, që kjo është fjallë e Zotit. Vallaj, nuk më shkojmë për para. E do më shumë fort njëri tjetërin, i flasim njëri tjetër, ama kretë këto është bazën. Në këtë libër nuk ka dyshim. Pse të na vend gjëra të tjera mbrapa, edhe ne do t'i besojmë të ku bazu bashkë ajeti i parë. Dhalike l-kitabu la rejbe fihi. Ky është libër që në të nuk ka asnjë lloj dyshimi. Pra duhet besu me pikë, me presje, çdo ustën, çdo u, çdo e, çdo jelif, me mënyrë absolute, ashtu si kur ka zbrit. Siç e besoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ne. Po jemi këto në ky moment, një burr ka kaluar për kësaj jete. Kalon bashkëshortën dhe i djalë. Edhe kjo bashkëshort e keni parasysh me sikletë. Si do e menaxhoj jetën? Pse sot e përdori lehtë, thoshte, ja del dhe vetëm, burri vetëm, gruaja vetëm, bab tjetër. Pallavra. Por nuk e del. Absolutisht. Edhe kjo sikletë, se burri menaxhon çështjen. Çfarë do bëjmë djalë? Po jep të lënë sa lehtë. Edhe e çon tek një njeri thot, ta leksin kalon thot, t'ia kushtoj djalit. Të bëhet ditë, të bëhet dikush lehtë. Po jo për titullin fetare. Po për titullin kësaj dhënjaje. Inxhinier matematikë, po dy mësuese, doktor, krejt. E çon tek më i ditur i qytetit, edhe i thot, kështu e kam halën. Më ka vdek, burri më kalon sa lek, këtë gjallë do me e bat titër. Mas ki merak i thotë. Mirë, po pazari ishe shumë i shtajt me Napoleona Florini, gjithi kuptoni, dhe më thonë, Napoleona Florini. Dhe më thonë, më i shtajti metal në treg. Bon pazarin, shkoj kjo. Mas i viti, shkoj atakon. O, sa mirë e bonë që nërë dhe i thotë, a i mësu si i madhë. Si duhet thot me shumë siklet ma keni parasysh, hajrujtë dhe të lek, me mësu. Po i nënë thot e bane mirë që herë dhe thot, po me qindra mija në zonës, thot janë bale shkenstarë, thot. Ama, njëri, matë pa marrë vesh të se djali atë s'këm pa. Pse, thot, babaj thot nuk ka qenë ka që i patitur, dhe s'këm pa, thot. Për ne, mere djalit, nuk do as lek. Kuj thot nuk është për shkollë. Sa po dalë të videra, i kthehet dhe i hek ti djali. Në qarë djali, thot. Qatë kam thonë ka i vjetë, thot, këtë janë të vërteta. A i kthehet, si kur zgjohet nga gjumë. O mëso si dashur, thot. Këtë fjallë do të më kishe thonë në fillim, që këto janë të vërteta. Krejt i kam mësu, thot, qëmë ke e thonë ka një vit, thot, i kam këtu krejt. Po s'kam qenë i bind, o është e vërtet, apo s'është e vërtet? Jo pa që të një sola. Edhe çështja. Pse thot, herën e parë, thot Zotit, në mos pa t'i hasë mos e dini gjithë, thot, ky është ai libri Kur'anin e cili nuk ka dyshim të. Nëse arrim e kuptojmë të, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse do të arrini, t'ini shumë sinqerë, thot, Allahu kishte për t'ju furnizuar si zoj. Pa, kujdestarë zoj, pas nisma. Kush e jep zoj, dhe di? Miliona. Allahu xhelalu, edhe ne. Nëse do kishim besuar ashtu tamam. Çfarë është ky libri i Zotit? Që themi, kush është Allahu? Amen te billah. E ka pa kush Allahu, asi se kemi pa? Do të shohim inshallah kur shkojmë në xhenet, që do të jetë ajo kënaqësi më e madhe që do të kemi.